Një skandal i padëgjuar më parë ka ndodhur në Tiranë, ku Ergys Agasi, së bashku me kushëririn e tij, Eno Agasin dhe persona të tjerë, kanë zhdukur provat material të sekuestruara nga prokuroria e posaçme SPAK. Shishet me verë që i përkasin një koleksioni të vjetër, i cili daton nga viti 1922 e në vijim, u sekuestruan nga SPAK, gjatë aksionit të BKH-s dhe prokurorisë e posaçme, që kishte si synim arrestimin e Ergys Agasit për disa vepra të rënda penale. Oficerët e BKH-s kanë kryer proces verbalet e nevojshme, por siç mëson gazetari Elton Qyno, në pamundësi për t'i transportuar dhe ruajtur në një vend të sigurt, për shkak se ishin shumë, koleksioni i shisheve me verë është lënë në ruajtje të efektivave të policisë së shtetit. Qëllimi i lënjes në ruajtje ishte edhe për shkak të mbërritjes së vlerësuesve financiar nga Drejtoria e Doganave, pasi duhej kryer vlerësimi financiar i çdo shishe vere që mbahej në koleksionin e Agasit. Për më tepër, të gjitha shishet ishin të papajisura me pullën fiskale, duke ngjallur dyshime të forta për kontrabandë të mallrave dhe pastrimi të produkteve të veprës penale. Por kur kanë bërritur ekspertët vlerësues në vendin ku mbahej koleksioni i verës miliona euro, aty ata nuk kanë gjetur asgjë. Koleksioni ishte zhdukur nga bodrumi dhe deri më sot nuk dihet se ku ndodhet fizikisht. Ergys Agasi nga Aratia, së bashku me kushëririn e tij, Eno Agasin, kanë arritur të zhdukin provat materiale të lëna në ruajtje tek policia e shtetit. Një precedent i rrezikshëm që nxjerr zbuluar implikimin strukturave shtetërore dhe njëherësh lë pa verë të cilësisë së lartë prokurorët e SPAK, Bledar Maksuti dhe Altin Dumani. Tashmë për këtë skandal të paprecedent, ka nisur një hetim prokuroria e posaçme SPAK dhe njëherësh prokuroria e Tiranës, ku prokurori Bledar Valikaj ka kërkuar menjëherë arrestimin e Eno Agasit për akuzën e kryerjes së veprimeve që pengojnë zbardhjen e të vërtetës, kontrabandës me mallra që paguhet aksiz dhe pastrim të produkteve të veprave penale. Sipas hetimeve të kryera deri në këtë fazë, nga banesa janë hequr kamerat dhe DVR-ja dhe më pas kanë hyrë persona të tjerë duke hequr koleksionin e verës.